Apostulli i ditës. Fëmi, është ora e fundit. Dhe sikur se dëgjuat antikrishti duhet vi dhe tani janë shfaqur shumë antikrisht, për nga dini se është ora e fundit. Mes nesh dolën, por nuk ishin nga tanët, sepse po t'ishin nga tanët, do t'kishin qëndruar me ne, por kjo ndodhi që dalë se nuk janë të gjithë nga tanët. Por ju keni vajosjen nga i shenjti dhe i dini çdo gjë. Nuk ju shkrova juve sepse nuk e njihni të vërtetën, por sepse ju e njihni dhe sepse asnjë gënjeshtër nuk del nga e vërteta. Kush është gënjeshtari veç ai që mohon se Isuji është Krishti? Antikrishti është ai që mohon Atin dhe Birin. Kushdo që mohon Birin, s'ka as Atin. Kushdo që njeh Birin, ka edhe Atin. Ajo që ju pra dëgjuat nga fillimi le qëndrojë në ju, në qoftë se ajo që dëgjuat nga fillimi qëndron në ju, edhe ju do qëndroni në Birin dhe në Atin. Dhe ky është premtimi që ai na bëri, jeta e përjetshme. Ju shkrova këto gjëra për ata që kërkojnë t'ju gënjejnë, dhe sa për ju, vajosja që keni marrë prej tij qëndron në ju dhe nuk keni nevojë që ndokush t'ju mësoj, por duke qenë se vajosja e tij u mëson çdo gjë dhe është e vërtet e nuk është gënjeshtër, qëndroni në të ashtu se kurse ju mësoj. Dhe tani djema qëndroni në të që kur të shfaqet ai, ne të mund kemi besim dhe në ardhen e tij të mos turpërohemi përpara tij. Kush kryen mëkatin është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi. Prandaj është shfaqur Biri i Perëndis për të shkatruar veprat e djallit. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të Radios Ngjallja dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e parë e apostullit Joanit, kapitulli 2, vargu 18 deri në fund dhe nga kapitulli 3, vargu 8. Apostulli Joani shkruan: "Fëmi, është ora e fundit." Pra, apostulli Joani është duke shkruar për orën e fundit dhe këtu bëhet fjalë për kohën ku Zoti Jezu Krisht do vi për së dyti mbi gjithë botën dhe të gjithë njerëzit do dalin para tij për t'u gjykuar. Dhe ora e fundit e kësaj bote ka filluar që në momentin kur Zoti Jezu Krisht u ngjit në qiejt dhe siç dimë apostujt mbanin kokat lart, por u shfaqën dy kryengjit, Mikael dhe Gabriel, dhe thanë: "O ju burra, pse shikoni lart, ashtu si ky Jesu u mor në qiell, kështu edhe do të zbresi." Dhe që nga ajo kohë ne presim ardhin e Zotit Jezu Krisht. Dhe pavarësisht se kanë kaluar 2000 vjet, kjo nuk do thotë se është një kohë e gjatë për Perëndin, ashtu si thotë dhe apostulli Petro në letrën e tij se 1000 vjet për ne është një ditë për Zotin. Pra, për Zotin kjo është një kohë e papërfillshme dhe gjithmonë jemi afër asaj që quhet ora e fundit. Dhe vazhdon apostulli Joani dhe thotë: "Dhe sikur se dëgjuat antikrishti duhet të vi, dhe tani janë shfaqur shumë antikrisht, për nga e dini se është ora e fundit." Pra, apostulli Joani është duke thënë atë çfarë ka thënë Zoti, se para ardhes së tij do të vi antikrishti, i biri i humbjes, ashtu siç e ka thënë edhe apostull Pavli në letrën drejtuar Thesalonikasve, duke na thënë: "Askush të mos ju gënjej kursesi, sepse ajo ditë nuk do të vi pa ardhur para rënja dhe pa u shfaqur njeriu mëkatit, i biri i humbjes." Dhe vazhdon apostull Pavli dhe ka të njëjtën mendim dhe frym me apostull Joanin. Misteri i pautësisë në fakt është tashmë në veprim, duke pritur vetëm që të hiqet nga mesi ai që e ndalon tashti. Dhe po të njëjtën gjë siç lexuam na thotë dhe apostull Joani, pra sikur se dëgjuat antikrishti duhet të vi. Pra ai do vi përpara Krishtit. Dhe ai thotë dhe diçka tjetër, dhe tani janë shfaqur shumë antikrisht, për nga e dini se është ora e fundit. Vetë Zoti Jezu Krisht paralajmëroi se në kohën e fundit do vinë shumë profet të rrem. Por të njëjtën gjë është duke na folur edhe apostulli Joani, pra këta antikrishtet janë profetët e rrem, që kanë një frym antikrishte që flasin kundër Krishtit. Dhe një nga dukuritë që ora e fundit është afër, është shfaqja e shumë herezive dhe shumë profetëve të rrem, pra mashtrues të mashtruar, ose siç e quajnë përsëri Shkrimi i Shenjtë, uqër me lëkura delesh. Vargu 19 thotë: "Mes nesh dolën, por nuk ishin nga tanët, sepse po të ishin nga tanët do të kishin qëndruar me ne, por kjo ndodhi që dalë se nuk janë gjithë nga tanët." Apostulli Joani është duke folur tashmë për ata mësuesit e rrem, të cilët në pamje të parë dukeshin si të krishterë, pra ishin nga tanët, që do thotë mund të shoqëroheshin dhe me apostujt,
por në të vërtetë në zemër ata ishin hipokrit, sepse nuk qëndruan në mësimin e apostujve. Dhe këtë shikojmë dhe tek Juda, i cili vërtet ishte midis rrethit të apostujve dhe bashkë me Krishtin, por tratoi edhe Krishtin edhe apostujt. Kështu janë dhe këta heretik, që në fillim shfaqen si të krishterë, katekizohen, marrin misteret e kishës, por vjen një moment që ata ndalen nga kisha, krijojnë skizëm. Dhe kjo vjen për shkak të egoizmit, lavdidashjes dhe dëshirës për karrierë. Dhe djalli shfrytëzon këtë dobësi të tyre dhe i mashtron, pra i fut atë frymën gënjeshtare. Dhe ndonjëherë janë të lejuar nga Perëndia edhe ndarjet edhe skizmat që të provohen frymrat dhe të ndahet e mira nga e keqja. Prandaj dhe thot atje, por kjo ndodhi që të dalë se nuk janë gjithë nga tanët. Nuk do të na çuditës ky fakt se jo të gjithë ata që u thirrën për të bërë krishterë do përfundojnë rrugën si të krishterë. Te shikojmë edhe tek parabola e farellësit, pra vërtet të farellësi hodhi farën, po jo gjithë tokat dha prodhim, vetëm një pjesë e tokës, 1/4 mund të themi e tokës dha prodhim, edhe ajo dha prodhim 30, 60, 100. Prandaj, jo të gjithë ata, siç thash në fillim, janë brenda institucionit, brenda godinës, të gjithë janë të Krishtit. Nga mesi atyre mund të kemi tradhtar, mund të kemi heretik, mund të kemi skizmatik, pra vetë koha do t'i vërtetoj se kush janë ata më të vërtet, sepse ai që është me të vërtet besimtar qëndron deri në fund. Ashtu si Zoti tha, edhe ai që do duroj deri në fund, ai do shpëtojë. Dhe të durosh deri në fund do thosh të durosh deri në fund me doktrinën e vërtet dhe me vepra sipas porosive të Zotit. Vargu 20 thot, po ju keni varosjen nga i shenjti dhe dini çdo gjë. Këtu apostulli Johani është duke u referuar shpirtit të shenjtë që merr besimtari, dhe ne dim që kur një person pagzohet në emërtarët e birët e shpirtit të shenjtë, pastrohet, ndriçohet dhe shenjtrohet, por mbas pagzimit ai merr shpirtin e shenjtë, ashtu si dhe Zoti Jezu Krisht u pagzuar në lumin Jordan dhe pastaj mbi të zbriti shpirti i shenjtë si pëllum, dhe ai u quajt Mesia Krishti, pra i vajosuri. E njëjta gjë ndodh me besimtarin. Në kohën e apostujve shpirti i shenjtë vinte kur apostujt vinin duart mbi të sapo pagzuarin, kurse tashmë vendosja e duarve është zëvendësuar me vajin aromatik ose me miron e shenjtë. Në këtë moment ku personi lyhet nga prifti episkopi me miron e shenjtë, duke thënë vur dhurat e shpirtit të shenjtë, amin, atëherë shpirti i shenjtë zbret mbi të sapo pagzuarin dhe bën një Krisht. Dhe shpirti i shenjtë e aftëson besimtarin të besojë në Jezu Krishtin dhe të pohojë se Jezu Krishti është Zot, ashtu siç thotë apostulli Pavli në vend tjetër të letrave të tij, që pa shpirtin e shenjtë ne nuk mund të themi që Jezu Krishti është Zot. Dhe që themi Jezu Krishti është Zot, e themi me anë të shpirtit të shenjtë. Dhe çfarë është duke thënë apostulli Johani dhe dini çdo gjë? Fjala dini çdo gjë nuk e ka në kuptimin se ata nuk kanë më nevojë të katekizohen, të mësojnë për doktrinën e krishterë, por të krishterët dinin se kush është rruga e shpëtimit në Krishtin dhe nuk ishin nevojë të mësonin një rrugë tjetër, dhe këtu apostulli Johani është duke ju kundërvënë gnostikëve, të cilët pretendonin se kishin dituri tjetër ndryshe nga ajo çfarë kishin thënë apostujt në lidhje me Krishtin. Prandaj edhe ne që jemi të krishterë ortodoks, të cilët jemi katekizuar në kishën ortodokse, jemi pagzuar në kishën ortodokse, jemi mirosur në kishën ortodokse, kemi marrë pra shpirtin e shenjtë, nuk kemi nevojë të shkojmë në grupe të tjera të krishtera heterodoksa, domethënë jo ortodokse, dhe të mësojmë atje doktrina dhe dije, ose në të tjera grupe filozofike okulte, sepse ne e dim rrugën e shpëtimit dhe nuk kemi nevojë për të mësuar dituri të tjera. Dhe në vargu 21 na thotë, nuk është shkrova juve sepse nuk e njihni të vërtetën, por sepse ju e njihni dhe sepse asnjë gënjeshtër nuk del nga e vërteta. Pra, është ajo që thamë më sipër që apostulli Johani nuk i shkrovi më atyre në lidhje me doktrinën, sepse ai ju kishte folur për doktrinën në Krishtin dhe kishte shkruar edhe herë të tjera, por tashmë po i thotë që ju nuk kemi nevojë më të dëgjoni doktrinë tjetër, sepse juve e keni mësuar një herë mirë doktrinën. Dhe ju e njihni se asnjë gënjeshtër nuk del nga e vërteta, që do të thotë gnostikët mësonin doktrina që ishin në kundërshtim me fjalën e Perëndisë dhe
e bënin pra fjalën e Perëndis të gënjeshtër, por fjala e Perëndis e cila u tha nga goja e Krishtit dhe nga goja e apostujve është një mësim i vërtet dhe Perëndia nuk mund të kundërshtojë vetveten, prandaj ajo çfarë kishin mësuar të krishterët nga goja e apostullit Joanit ose apostujve të tjerë ishte e vërteta në Perëndin. Prandaj nuk kishin më nevojë të dinin dije të tjera dhe aq më tepër nuk do të dyshonin se mund të kishin mësuar një mësim të gënjeshtër. Dhe në vargu 22 na thuhet kush është gënjeshtari? Veç ai mohon se Jezu Krishti është Krishti. Antikrishti është ai që mohon Atin edhe Birin. Pra në këtë varg apostulli Joani është më i drejtë për drejtë me agnostikët, të cilët, siç thash më sipër, kërkonin të jepnin dije tjetër, pra ata mohonin natyrën hyjnore të Krishtit, duke thënë herezira të ndryshme në lidhje me Jezu Krishtin, që nuk është Perëndi ose Perëndia zbriti tek një njeri e tjera, pra nuk thonë ato doktrinë që është doktrina themelore që Jezu Krishti është Zoti, është Perëndia njeri. Dhe këtë bënin gnostikët. Prandaj këta kishin frymën e Antikrishtit. Dhe Antikrishti është ai që mohon Atin edhe Birin. Vetë Zoti Jezu Krisht dialogoi ose debatoi me judejt të cilët mohonin natyrën hyjnore të Birit, duke u thënë: nëse unë nuk bëj veprat e Atit tim, mos më besoni, por nëse i bëj, edhe po të mos besoni mua, u besoni të paktën veprave, që të njihni e të besoni se Ati është në mua dhe unë atë. Madje edhe kur apostulli Filipi e pyeti Zotin, Zot na trego Atin dhe na është mjaft, dhe Zoti i tha: Filip, kam kaq kohë me ty dhe nuk e njoh, pra ai që më ka parë mua, ka parë Atin, sepse unë dhe Ati jemi një. Kjo është doktrina e krishterë. Por nëse ndikush vjen dhe na jep një doktrinë tjetër duke e ndar Jezu Krishtin nga Perëndia, pra duke mos e quajtur atë të një natyre me Atin, ashtu sistemin dhe simbolin e besimit Perëndie vërtet për Perëndie të vërtet, atëre tek ai është fryma e Antikrishtit. Boll vetëm këtë dëgjojmë, atëherë ne duhet të distancohemi nga ky njeri ose nga ky grup dhe nuk duhet të dëgjojmë më, sepse tek ai është duke folur vetë fryma Antikrishtit, pra është duke folur vetë djalli, që siç e dim, tek Antikrishti do të qëndrojë djalli, do gërnjej të gjithë njerëzit e botës. Madje thotë, nëse e mundur edhe të zgjedhurit. Vargu 23 thotë: kushdo që mohon Birin s'ka as Atin, kushdo që njeh Birin ka dhe Atin. Vetë Zoti Jezu Krisht dialogoi ose debatoi me judejt duke folur për natyrën e tij hyjnore, të barabartë të njëjtë me Atin. Për shembull, te Ungjilli sipas Joanit, kapitulli 8 na thuhet: atëherë i than: kush është Ati yt? Jesu përgjigj: ju nuk më njihni as mua as Atin tim, po të më njihni mua, do të njihni edhe Atin tim. Dhe në vargun 42 të këtij kapitulli na thuhet: atëherë Jesu u tha atyre: po të ishit Perëndia Ati juaj, ju do të më donit, sepse un kam dalë dhe kam ardhur nga Perëndia. Nuk kam ardhur pra nga vetja ime, por ai më ka dërguar. Në këtë mënyrë të ngjashme, edhe apostull Joani, siç dëgjuam, shkruan: kushdo që mohon Birin s'ka as Atin, kushdo që njeh Birin ka dhe Atin. Kur apostulli Filipi e pyeti Zotin Jezu Krisht: Zot na trego dhe Atin na është mjaft, çfarë i tha Zoti Krisht? Filip, kam kaq kohë me ty dhe nuk e njoh, ai që ka parë mua ka parë Atin, sepse unë dhe Ati jemi një. Prandaj, nga do ta dallojmë neve një heretik? Do ta dallojmë vetëm nëse ai mohon natyrën hyjnore të Birit, pra del kundër simbolit besimit që themi edhe besojmë në Jezu Krishtin, Birin e vetëm lindur të Perëndis, dritë për drite, Perëndie vërtet prej Perëndie të vërtet. Heretikët në asaj kohe dhe heretikët e çdo kohe mohojnë natyrën hyjnore dhe njerëzore të Birit, pra të Jezu Krishtit. Dhe të nuk flasim vetëm për heretikët të cilët siç ishin shumë të theksuar, pra mohonin natyrën hyjnore të Zotit Krisht me kulmin me Ariusin ose heretik të tjerë, por edhe heretik të sotëm, të cilët mohojnë për shembull edhe ikonografinë ose ikonën e Birit, edhe ata
kanë këtë frymë antikrishte, sepse të mohosh ikonën, pra mohon njerëzimin e vërtet të Isu Krishtit, pra e bën njerëzimin një fantazëm. Kjo është arsyeja që Kisha Ortodokse e mban shumë fort traditën apostolike të ikonës, sepse me anë të një ikone tregon se biri i Perëndis, që është i natyrë me Atin, u bë edhe bir njeriu i natyrë me ne. Pra, heretikët janë të formave dhe shkallave ndryshme, por të gjithë ata që mohojnë natyrën hynore dhe njerëzore të Isu Krishtit, të gjithë ata janë heretik dhe neve nuk duhet t'i dëgjojmë. Në vargu 24 na thuhet, ajo që ju pra dëgjuat nga fillimi le të qëndroni në ju, në qoftë se ajo që dëgjuat nga fillimi qëndron në ju, edhe ju do të qëndroni në birin dhe në Atin. Pra, besimtarët duhet të ruhen nga mësuesit e rem, nga ajo që dëgjuan që nga fillimi, dhe këtu bëhet fjalë për mësimin apostolik, pra ata ishin të katekizuar nga vetë apostujt, siç më konkretisht apostull Johani po flet, por dhe nga gjithë apostujt e tjerë. Siguria jonë e madhe është të qëndrojmë afër fjalës së Perëndis, e cila u tha nga goja e Krishtit dhe nga apostujt, dhe u interpretua nga etrit e shenjtë. Pra çdo të thotë ortodoksi. Ortodoksi do të thotë të mbash të pandryshuar, të padevijuar as majtas, as djathtas, fjalën e Zotit, të thënë nga apostujt, të ruajtur nga etrit. Dhe neve duhet të qëndrojmë në këtë doktrinë dhe në këtë traditë dhe nuk duhet të devijojmë. Dhe në qoftë se ne do të qëndrojmë me frikë perëndie në vendin që na ka caktuar Zoti, pra në kishën ortodokse, atëre ne do të qëndrojmë në birin edhe në Atin. Prandaj herezia është një gjë e keqe, është më e keqe se çdo mëkat që mund të ketë njeriu, sepse me mëkat njeriu nuk ndahet nga Perëndia, kurse me herezin ndahet nga Perëndia. Prandaj e pyetën një shenjtor dhe i thanë për ta provuar, je mëkatar, jam, je imoral, jam, je vjedhës, jam, je intrigant, jam. Po kur i thanë, je heretik, tha, nuk jam. Dhe e pyetën pastaj, pse kur të tham je i tillë, pra je njëri pa moralshëm, the jam, dhe kur tham je heretik, nuk pranove, sepse kur unë pranoj që jam mëkatar, unë përulem dhe kjo më bashkoj me Zotin. Por po të them që jam heretik, unë ndahem nga Zoti. Prandaj herezia është e keqja më e madhe që mund t'i ndodhi njëri, është si një lloj kanceri i pashërueshëm. Prandaj duhet të kemi kujdes me herezin. Mos bien vet, por edhe të bëjmë kujdes nga heretikët. Kjo është arsyeja që etrit e kishit gjithmonë ka vënë disa rregulla që ne na duken ndoshta edhe strikte, edhe shumë hermetike, duke na thënë mos i jepni dorën heretikut. Fjala mos i jepni dorën do thotë mos bashkëpuno me heretikun, ose në një vend tjetër thotë mos i jep dorën, thon etrit, po jepi shkopin. Fjala jepi shkopin nuk do thotë tarrash heretikun, por do thotë si njëri i cili është duke u mbytur dhe të kërkon ndihmë, ti nuk do t'i japësh dorën sepse ai në atë vorbullën e mbytjes të mbyt edhe ty, por jepi shkopin, pra mbaj distancën, atë distancën e sigurisë. Nëse ai kërkon të mbyt, lëshoj shkopin dhe të paktën shpëton veten. Kjo do thotë që ne me heretikët do komunikojmë në kuptimin jemi në një shoqëri, jemi në një punë, do flasim, do bëjmë. Por duhet bëjmë gjithmonë distancën e sigurisë kur bëhet fjala për doktrinën, për mësimin e Zotit dhe të apostujve që është mësimi i kishës. Dhe në vargu 25 thotë, dhe ky është premtimi që ai na bëri, jeta e përjetshme. Pra, nëse ne qëndrojmë në birin, patjetër ne kemi Atin. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht tha, kush është jeta e përjetshme? Të njohin ty dhe Jezu Krishtin që ti e ke dërguar. Pra, ne nuk mund fitojmë jetën e përjetshme vetëm me Perëndin, po jeta e përjetshme fitohet me Perëndin atë me anë të birit në shpirtin e shenjtë. Vetë Zoti Jezu Krisht tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta, pra jeta e përjetshme, dhe askush nuk shkon tek Ati vetëm me anën time. Në vargu 26 na thuhet, ju shkruava këto gjëra për ata që kërkojnë t'ju gënjejnë. Dhe tashmë apostulli Johani del konkretisht, ai flet për të gjitha ato grupe heretike, mashtrues të mashtruar, pra uqe me lëkura delesh, të cilët kërkonin ti mashtronin të krishterët. Por ju, vajosja që keni marrë prej tij qëndron në ju dhe nuk keni nevojë që ndokush t'ju mësoj, por duke qenë se vajosja e tij ju mëson çdo gjë dhe është e vërtet e nuk është gënjeshtër,
qëndroni në të ashtu si kurse ju mësoj. Pra, është ajo që tha më sipër, e përsërit apostulli Johani për ta përforcuar, vajosja është hiri i Shpirtit Shenjtë, të cilët e merr i krishteri kur pagëzohet dhe miroset, dhe Shpirti i Shenjtë qëndron pra tek i krishteri dhe e ruan atë nga doktrinat e gënjeshtra. Dhe në letrën e apostullit Pavli drejtuar Efesianëve na thuhet: që të mos jeni më foshnja të lëkundur dhe të transformuar nga çdo erë doktrineje, nga mashtrimi i njerëzve, nga dinakria e tyre nëpërmjet gënjeshtrave të gabimit, por duke thënë të vërtetën me dashuri të rriteni në çdo gjë drejt atij që është kreu i Krishtit. Prandaj duhet pasur kujdes, e tham dhe më sipër, në komunikimin me heretikët, dhe heretikët janë njerëz që pretendojnë se kanë dije të tepërta, dije të fsheta, dhe me anë të këtyre kërkojnë të miklojnë, pra të mashtrojnë të krishterët e paditur ose naiv. Prandaj neve duhet të ruhemi duke pasur, siç tham, atë distancën e sigurisë, dhe nuk duhet të kemi asfare kuriozitet për të mësuar një dije tjetër nga dikush tjetër i cili nuk ka lidhje me kishën tonë ortodokse. Vargu 27 thot: dhe sa për ju vajosja që keni marrë prej tij qëndron në ju, dhe nuk keni nevojë që ndokush ju mësoj, por duke qenë se vajosja e tij ju mëson çdo gjë dhe është e vërtet e nuk është gënjeshtër, qëndroni në të ashtu sikurse ju mësoj. Pra, apostulli Johani është duke përforcuar atë që ai tha më sipër, pra në lidhje me vajosin që është Shpirti i Shenjtë, hiri i Shpirtit të Shenjtë, të cilën të gjithë ata që bëhen bijtë e Perëndis me anë të pagëzimit në emërtatë të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë e marrin me misterin e mirosjes. Dhe është ky Shpirti i Shenjtë që qëndron në ne, i cili na rrëfen se Jezu Krishti është Zot, ashtu siç thotë ungjillori Johan në ungjillën e tij: por ngushëlluesi, fryma e shenjtë, që Ati do ta dërgojë në emrin tim, ai do t'ju mësojë çdo gjë dhe do t'ju kujtojë të gjitha këto që ju thash. Dhe përsëri në ungjillin e Johanit na thuhet: po kur të vijë ai fryma e vërtetës, do t'ju prijë në të gjithë vërtetën, sepse nuk do të flas për vetes, po do të flas atë që do të dëgjojë dhe do t'ju kuptojë ato që do të vinë. Ai do të më përlëvdojë sepse do të marrë përtimes dhe do t'ju kuptojë. Pra, ne si besimtar që rrim në Krishtin dhe lexojmë fjalën e Perëndis, me anë të Shpirtit të Shenjtë, ne e kuptojmë të vërtetë, e cila nuk kuptohet me një intelekt njerëzor, por është Shpirti i Shenjtë i cili brenda nesh na mëson për Krishtin dhe ne aftësohemi, siç thamë edhe më sipër, nga Shpirti i Shenjtë të themi Jezu Krishti është Zot, dhe ky Shpirti i Shenjtë na mëson këtë të vërtetë dhe ne nuk kemi nevojë më të dëgjojmë të vërteta të tjera në lidhje me shpëtimin, ashtu si pretendonin gnostikët që dinin mënyra të tjera. E njëjta gjë ndodh edhe sot. Pra, heretikët këtë pretendojnë se kanë mënyra të tjera ndryshe nga ajo çfarë na thot Krishti, apostujt dhe kisha apostolike, kisha ortodokse, dhe duke i mikluar besimtarët të papërvojë i tërheqin në atë lloj kurioziteti. Prandaj duhet pasur kujdes dhe nuk duhet vajtur në këto grupe ku mblidhen këta heretik ose sistematik, aq më tepër nuk duhet lexuar literatura e tyre, sepse aty ndodhet fryma gënjeshtare dhe ne nuk kemi të bëjmë më thjesht me njerëz, por tek këta njerëz, siç tham, është fryma e antikrishtit. Prandaj ne nuk kemi nevojë të na mësojë dikush tjetër, sepse e kemi të mësuar mësimin dhe ky mësim gjendet në kishën katolike, apostolike, ortodokse. Aq më tepër Shpirti i Shenjtë na ndihmon të qëndrojmë në këtë mësim duke studiuar çdo ditë shkrimin e shenjtë dhe duke dëgjuar interpretimin që jep kisha ortodokse. Vargu 28 thotë: dhe tani djema qëndroni në të që kur të shfaqet ai, ne të mund të kemi besim dhe në ardhen e tij të mos turpërohemi para tij. Pra, apostulli Johani tashmë i drejtoi në mënyrë shumë konfidenciale të krishterëve dhe më konkretisht atyre që ai kishte bërë apostollim, sepse i quante bijtë e tij. Ai kishte lindur në Zotin, ashtu si thotë apostol Pavli: mund të keni 10.000 mësues, por atë një keni dhe unë ju kam lindur në Zotin. Kështu që edhe apostujt i drejtoheshin krishterëve si fëmijët e tyre. Qëndroni në të, dhe këtu bëhet fjalë në Krishtin,
në fjalën e Krishtit në ungjillin, që kur shfaqet ai përsëri flet për Zotin Jezu Krisht, në të mund të keni besim, pra vetëm në Krishtin ka besim për shpëtim, dhe në ardhmën e tij të mos turpërohemi para tij. Dhe këtu bëhet fjalë për vetë apostujt, të cilët i dërgoi vetë Zoti Jezu Krisht të bënin apostollim në kombet, që t'i kthenin kombet nga gënjeshtra në të vërtetën, dhe vetë të krishterët e kombeve do të ishin kurora dhe nderi i apostujve. Dhe në të kundërtën, në qoftë se ata do ta mohonin besimin, kjo ishte në një farë mënyrë në dëm të punës së apostujve, pra ata nuk e kishin bërë mirë apostollimin e tyre. Kjo nuk do të thotë se në qoftë se njerëzit nuk besojnë gjithmonë faji i atij që predikon. Por apostulli Johani kërkon t'i vëjë në sedër të krishterët, duke thënë që ne jemi të lidhur me njëri tjetrin, ashtu si fëmijët janë nderi për prindrit, kështu edhe të krishterët janë nder për priftrinë, për episkopët, pra për etrit e kishës. Vargu 29 thotë, në qoftë se dini se ai është i drejtë, ta dini se kushdo që praktikon drejtësinë ka lindur prej tij. Pra, tashmë apostulli Johani na tregon një tjetër karakteristikë që duhet ketë një i lindur prej Zotit, pra një fëmijë i Zotit. Është drejtësia, do me thënë të zbatosh porositë e Perëndis. Vetë Zoti Jezu Krisht thoshte, në qoftë se zbatoni porositë e mia, tregoni se më doni, dhe unë dhe Ati do vim të bëjmë të ndënjur tek ju. Në një vend tjetër ai shumë kategorik, duke thënë, pse më thrisni Zot, Zot, dhe nuk i zbatoni atë që them unë, largoni prej meje, nuk ju njoh, se nuk keni bërë vullnetin e Atit tim. Dhe Apostulli Jakovi në letrën e tij thot besim pa vepra është i vdekur. Pra, nuk mjafton vetëm besimi drejt, doktrina drejt, ortodoksia, ose nuk mjaftojnë vetëm veprat e mia, orthopraksia, duhet edhe ortodoksia dhe orthopraksia. Pra duhet dhe besimi drejt dhe veprat e drejta. Këto janë si dy krahët e një zogu, i cili duhet i ketë patjetër që fluturojë, ose si dy lopata që duhet i ketë patjetër dikush që do të vozisi me varg dhe të ecë përpara. Sepse kushdo që praktikon drejtësinë ka lindur prej tij. Pra, ai njeri që praktikon drejtësinë, dhe këtu flasim për besimtarin, për zbaton porositë e Perëndis, tregon se ka lindur prej Perëndis, është një fëmijë i Perëndis që imiton Atin e tij. Vargu 8 i kapitullit 3 thotë: kush kryen mëkat është nga djalli, sepse djalli mëkaton nga fillimi, prandaj është shfaqur biri i Perëndis për shkatruar veprat e djallit. Është shumë e rëndësishme kjo që thot apostulli Johani. Kush kryen mëkat është nga djalli. Është diçka që ne shikojmë në jetën e përditshme. Janë disa fëmijë që ngjajnë shumë prindërve tyre dhe mjafton të shohësh ata dhe thuash që ky është biri i filanit. Kështu është edhe me të krishterët. Të krishterët, nëse zbatojnë porositë e Krishtit, ngjajnë Krishtit. Ne nuk flasim thjesht nga një pamje fizike, por një pamje morale. Por edhe në pamjen e fizike kjo ndodh. Për shembull, po shikojmë ikonat e shenjtorëve, ata kanë një të përbashkët me një tjetër, një të përbashkët me Krishtin. Por e njëjta gjë ndodh edhe me atë që bën punët e djallit. Pra, kush kryen mëkat është nga djalli. Që do thotë se i ngjajmë djallit. Dhe tregohet një histori me Michelangelo, i cili është një piktor i madh dhe kërkonte të bënte darkën mistike. Në atë darkë mistike ai kërkonte disa portrete, për portretin e Krishtit dhe për portretin e personave të tjerë, dhe që ishte edhe Judës. Shkoi në treg dhe pa një djalosh shumë me fytyrë të pastër, të hirshme, dhe mori atë për modelin e Krishtit. Por mbasi mbaroi pothuajse të gjithë tablon, erdhi rradha tek Juda dhe deshte një portret dhe vajti përsëri në treg dhe gjeti një njerëz që i kishte një fytyrë shumë të shëmtuar, shumë dinake. Dhe e mori atë si model, por kur ishte duke e vizatuar, pikturuar, atë shikoi që personi ishte shqetësuar dhe filloi të vajtojë dhe i tha: "Pse bën kështu, çfarë ke?" Sepse unë përpara isha model për Krishtin dhe tash jam bërë model për Judën. Prandaj nga kjo nxjerr një mësim se veprat e atij që bëjmë, atij i ngjajmë. Dhe vazhdon apostulli Johani thotë, sepse djalli mëkaton nga fillimi. Tashmë apostulli Johani është duke na thënë një të vërtetë të madhe. Djalli mëkaton nga fillimi dhe vërtet shkaku i mëkatit dhe mëkatari i parë është djalli. Ai mëkatojnë në qiell nga krenaria, nxiti ëngjit të mëkatojnë po ashtu dhe ata u rrëzuan
dhe u bën demon, nxiti njerëzit e parë në kopshin e Edenit, dhe nxit secili për nesh për të bërë mëkat. Dhe ai ka pjesë, mund themi që në ADN-n ton, pra në atë kur konceptohemi neve, siç na thotë edhe Psalmi 50, në mëkat më lindi nëna ime. Dhe kjo është diçka serioze dhe reale, prandaj të shfaqur biri i Perëndis për të shkatruar veprat e djallit. Jesu Krishti biri i Perëndis nuk erdhi për luftuar me djallin si Perëndis, sepse ai mund ta zhduk vetëm me një shikim me hukatin e tij. Por Zoti Jezu Krisht erdhi si bir njeriu dhe e mundi djallin në territorin e tij, pra në këtë botë të mëkatit, dhe na dha ne fitore kundër djallit. Dhe kush është fitoreja e djallit tek ne? Është tek mëkati. Prandaj dhe Zoti Jezu Krisht mori natyrën njerëzore, natyrën e tij njerëzore ngarkoi barën e mëkatit dhe i shpagoi ato në kryq. Dhe këtu e mbet pushtetin djallit. Por ajo çfarë neve duhet të theksojmë është që kemi një luftë reale me djallin, me demonët dhe me vetë mëkatin, dhe nuk duhet neglizhojmë dhe nuk duhet të bijem pre dy ekstremeve, si i liberale, pra për ta nënvlerësuar djallin ose për mos të diskutuar fare për të. Kjo është një gjë e gabuar, sepse vetë Zoti Jezu Krisht foli dhe u përball me djallin, po ashtu apostujt i mësoi, ju dha fuqi kundër demonëve. Shikojmë në shenjtorët dhe normalisht kjo është një luftë reale, por as nuk do ta hiperbolizojmë djallin, nuk duhet kemi frikë prej tij. Patjetër ne jemi në një luftë dhe këtë luftë ne nuk mund ta fitojmë vetëm, por këtë e fitojmë me anë të besimit dhe fuqisë së Jezu Krishtit. Dhe prandaj është të shfaqur biri i Perëndis për të shkatruar veprat e djallit. Dëgjuat komentin e letrës së parë të apostullit Johanit.